Po, ka ndodhur një zjarr në mbram rreth orës 1 po duket, edhe ka ardhur deri te dëmtimi I trafos atje mbrapa, që është mbrapa murit. Është djegur trafoja, ka ndar zjarr fiks, mirë po për shkak zjarrit të madh e ka dëmtuar edhe një trafo që është në stand-by, si rezervë. Momentalisht në minier ka mbetur 18 punëtor, cilët disa janë të smur, disa janë pak më të moshuar, s'kan mujt me dalë prej minierës. Tani është riparuar që linja me furnizim me rrymë, është bërë një bypass. Është duke riparuar një linjë tjetër që mundson dërgimin e energjisë elektrike në minierë, edhe mandena mundu me aftësue ashensorin për me nxjerrë këta punëtorë. Ç'është gjendja shëndetësore e punëtorëve që janë aktualisht të ngujuar edhe sa është numri I tyre që kanë mbetur të ngujuar? Po, ka 18 vet janë. Sipas informatave që kam, 2 vet janë nuk janë mirë me shëndet, po jo diçka seriozisht, për më tepër ndoshta ju tregon edhe drejtori I Santërgut. Po më herët që qenë prezent edhe policia, a ka dyshime se ka mujt me qenë prej dorës njeriut apo? Ato nuk e dim, tash hulumtimet e tregojnë. Mos spekulojmë se çfarë ka mujt me ndodh. Ka ndodhur zjarri, tash e shohim. A është e mundur me I dërguar ndihmë mjekësore personave që janë të ngujuar dhe kanë nevojë të Ekipi I shpëtimit është në stand-by. E kemi ekipin e shpëtimit, edhe ata I dërgojnë edhe ushqime, po që se ka nevojë të intervenojnë. Deri tash kanë intervenuar? Meqense është Deri tash nuk ka nevojshme që ka pas nevojë për intervenim, po jemi në kontakt me ta, jemi në lidhje telefonike me ta. Personat që kanë dalë? Kanë dalë, sa kanë dalë? 29 vet kanë dalë, po duket apo? 29 vet kanë dalë prej minierës. Kanë mbetur 18 që janë për horizonte të ndryshme. Tash saktësisht ndoshta drejtori. Për sa pritet që të rregullohet ky problem? Primare kemi njëherë gjendjen shëndetësore të minatorëve, siç e ka merret, është duke riparuar linja, e cila do të mundsoj dërgimin e energjisë elektrike në minier, edhe punën e ashensorit për të nxjerrë ata minatorë. Kush kanë dalë ata të tjerë të punëtorë, domethënë minatorët e tjerë që kanë dalë? Janë shkallë, ata kanë qenë matri dhe kanë hyrë po. Dole emergjente. Dole emergjente kanë. Për çdo rast se kemi dalën emergjente, edhe ata që kanë qenë me shëndet mirë kanë dalë të gjithë, por pas janë 18, një pjesë e tyre janë të obliguar, pavarësisht edhe që vjen rryma deri vjen rryma, mendoj se janë kujdestarë të sistemit pompimit. Besoj që me shëndet janë mirë, informacionet sigurisht keni marrë, po. Besoj shumë shpejt brenda një ore do të sanohet probleme, edhe do të nxjerren minatorët edhe do të kthehet normalitetin mënyrë. Për fat nuk ka lëndime, nuk ka Aja është më rëndësi që nuk ka. Se nuk kanë mujt me dalë, pse nuk e kanë pas gjendjen? Një pjesë tregova shumë qartë, janë kujdestarat në ekipet, në sistem pompimit, ata nuk mundën me dalë deri të rryma. Është kjo pjesa kryesore. Po, kujdestari. Kryesore që furnizohet. Jo, 18 minator, 18 nuk janë krejt kujdestar, janë krejt kujdestar janë 7, domethënë të tjerë pak shëndetin ashta, edhe pak mosha shtyr, edhe po presim deri të vjen rryma. Besoj që shumë shpejt sanohet. Ekipi I shpëtimit është në kujdestari. Janë nga dëshmëria. Nga dëshmëria çfarë që ndodh ata intervenojnë. I furnizojnë me ushqime, me medikamente, me çka s'ka nevojë, domethënë unë besoj shumë shpejt sanohet problemi edhe të gjithë minatorët do dalë shëndoshë mirë.